Ndërhyrjet në zgjedhjet e shteteve tjera janë forma të cemimit të demokracisë dhe sovranitetit të atij shteti, që nuk kanë se si të cilësohen ndryshe përveç se ndërhyrje në procesin zgjedhor komunal të tetorit në Republikën e Kosovës. Premtimet për vende pune, joshja përmes përfitimit të mbështetjes financiare, kushtëzimi dhe shantazhi me beneficione sociale dhe deklarimet e zyrtarëve shtetëror të Serbisë se vetëm lista serbe e mbron Serbinë në Kosovë, siç bëri së fundmi ish kryeministri i Serbisë, tash këshilltar i presidentit atje, Miloš Vučević, e siç ka bërë edhe vetë presidenti i Serbisë, Vučić, janë metoda të përsëritura të ndërhyrjes së Serbisë në procesin zgjedhor në Kosovë. Misioni për vëzhgimin e zgjedhjeve i Bashkimit Evropian në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit 2025 kishte evidentuar ndërhyrjen e Serbisë në zgjedhjet tona. Ndërhyrjet në zgjedhjet e shteteve tjera janë forma të cemimit të demokracisë dhe sovranitetit të atij shteti. Serbia nuk ka pasur asnjë pasojë nga Bashkimi Evropian. Andaj Serbia nuk po ndryshon sjellje. Kjo ndërhyrje që bën Serbia tani në zgjedhjet në Kosovë është edhe më e rëndë se sa ajo e Rusisë në Evropë. I bëjmë thirrje Bashkimit Evropian që ta dënojë ndërhyrjen e Beogradit zyrtar në zgjedhjet demokratike në Kosovë dhe të sanksionojë Serbinë, shtet ky kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, për veprimet të cilat bien ndesh me parimet e fqinjësisë së mirë dhe shkelin marrëveshjen bazë të Brukselit.